Përshëndetje, hir dhe paqe. Ky program I veçantë dhe 30 minutat e ardhshme të këtij transmetimi do të jenë si një dritë e fuqishme, një dritë e vërtet shprese që ndriçon fuqishëm në mes të errësirës së madhe dhe të terinës së pafundme të kësaj bote, ku ne jetojmë sot, duke sjellë qartësi për çdo shpirt që kërkon rrugën e duhur. Ne, përmes misionit ton global Grace Missions, po shërbejmë në më shumë se 130 vende, në më shumë se 34 gjuhë. Prandaj, ky program do të jetë drita, por nuk është drita e një llambe që do të ndizet. Është drita e Jezusit. Ai vetë thot, unë jam drita e botës. Pra sot, programi ynë do të ndriçojë mendjet, zemrat dhe do të sjellë transformime. Do të transformojë jetë, sepse kjo është fuqia që ka Bibla e Shenjtë në emër të Jezu Krishtit. Le të flasim për emrin që është mbi çdo emër, Jezus. Unë jam apostulli Miguel Angelo nga Kisha Ungjillore Cristo Vive në Rio de Janeiro, Brazil. Jam këtu në përmbushje të një misioni kaq të rëndësishëm, por vërtet shumë të rëndësishëm, që Zoti të ka përfshirë pikërisht ty në këtë moment për rëndësinë e madhe dhe vlerën shumë të çmuar që ka zemra jote e pastër dhe vetë jeta jote e jashtëzakonshme mbi këtë tokë ku jetojmë. Bibla thotë se kur dikush kthehet te Zoti, ka festë në qiell. Engjëjt gëzohen sepse nuk ka çmim njerëzor, as vlera e një monedhe në gjithë botën që mund të paguaj shpëtimin e një jete. Pra, kur flas për Zotin dhe shpëtimtarin ton Jezu Krishtin, kjo fjalë Zot vjen nga origjinali grek Kyrios ose despotës. Po flitet për një hyjni të vetme, sovrane, të mëshirshme, të dhëmshur, shpëtuese dhe shpenguese, Jezusin. Zoti Jezu Krishti, për mua është aq I vërtet. Ai doli nga fjala, doli nga Bibla e Shenjtë dhe hyri në zemrën time, në shpirtin tim, në frymën time dhe e shndroi jetën time sipas imazhit dhe ngjashmërisë së Tij. Prandaj, unë mund të jem sot këtu për të qenë zëri I Zobit për jetën tënde. Dhe di që shumë njerëz, sepse kjo është në mënyrë profetike, ai është ulur para kompjuterave, iPadeve dhe telefonave celular, duke u pyetur se si ja doli të bashkëveproj ose po bashkëvepron me një pastor, një predikues, një apostull që është në Brazil. Po, kjo është teknologjia që Zoti ofron nëpërmjet platformave për t'ju arritur. Dhe kjo mbërritje duhet jetë një mbërritje transformuese. Nuk do t'jesh I njëjti person kur të them hir dhe paqe. Programi ynë ka mbaruar. Atëherë, le të kujtojmë çfarë thot Bibla. Në letrën e Palit drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, vargu 9, Bibla thot: "Prandaj edhe Zoti e lartësoi jashtëmase dhe I dha një emër që është mbi çdo emër, që në emrin e Jezusit të përkulet çdo gjuhë, në qiell, në tokë dhe nën tokë, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zoti, për lavdinë e Perëndisë." Pra, çdo gjuhë të rrëfej do të thotë që dikush që fillon të ketë intimitet me Perëndia I vetëm dhe sovran varet nga kjo rrëfim. Pali tashmë kishte mësuar se nëse ne rrëfejmë me gojën tonë dhe besojmë me zemrën tonë se Jezu Krishti është Zoti, se ai u ringjall prej së vdekurish, do të shpëtohemi. Shpëtimi është soteria në greqisht, që do të thotë çlirim. Do të thotë I lirë nga djalli, I lirë nga dënimi, I lirë nga mëkati. I afërt me Perëndin, Zoti Jezu Krisht bëhet Zoti absolut, Kyrios, ai që do të ketë drejtimin e jetës tënde. Pra, Bibla thot, çdo gjuhë të rrëfej se Jezusi është Zoti. Ky është emri që sundon mbi gjithçka. Ne jetojmë në një botë plot me zëra. Zëra që japin mendime, zëra që ushtrojnë presion, zëra shumica dërmuese prej tyre, të cilat e ngatran.
por ekziston një zë përfundimtar, ai që pali tha, prandaj edhe Perëndia e lartësoi jashtë mase dhe i dha një emër që është mbi çdo emër. Pra, ekziston një emër. Kur ulesh dhe mendon thellë për fetë ndryshme të kësaj bote, ti mendon se ato ose janë krijuar thjesht nga mendja e njerëzit, ose mund të jenë krijuar direkt nga forcat e djallit. Pra, të gjitha fetë ndryshme kanë një emër të veçantë që është kreu i asaj feje, që njihet si hyjni ose krijuesi suprem, ose profeti i madh i asaj feje specifike. Por dua të them në emër të Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht se ekziston një emër mbi çdo emër, emër. Pra, nëse i vendos në një galeri emrat e perëndive, profetëve, entiteteve, të ashtu quajturve shenjtor në këtë tokë, do të fillosh sot të kuptosh se çdo emër, aleluja, çdo emër është poshtë emrit të Jezusit, është nën emrin e Jezusit. Jezusi është mbi të gjithë. Dhe dëshiroj të them me plot bindje edhe shumë më tepër se kjo, ai është lart mbi krizën, përmbi frikën, mbi çdo lloj autoriteti njerëzor, mbi çdo fuqi shpirtërore, mbi çdo principate e mbi çdo pushtet. Të gjitha këto gjëra porulen dhe zvoglohen plotësisht në mënyrë që vetëm emri i çmuar i Jezusit të lartësohet përgjithmonë. Ai bëhet pra Zoti absolut. Nëse Jezusi është Zoti absolut, mund të pyesish, po pse ka fusha të jetës ku ai nuk sundon? Por Bibla e bën të qartë në vargu 11. Çdo gjuhë rrëfen se Jezu Krishti është Zot. Çdo gjuhë. Pra, çdo qenie njerëzore, ata që janë të zgjedhur, ata që janë zgjedhur, ata që janë paracaktuar, ata që Bibla i quan dele, grur, populli im, nusja ime, të gjithë këta njerëz, fara e shpëtimit, kanë një gjuhë që është krijuar për të njohur se Jezusi është Zot. Do ta lexoj edhe një herë vargun 11. Çdo gjuhë të rrëfej që Jezu Krishti është Zot për lavdinë e Perëndisë. Pra, zotërini absolut i Krishtit është në Bibël. Bibla e zbulon këtë. Bibla nuk e paraqet Jezusin si një mundësi. Ai nuk thot se është një rrugë apo një vërtet apo një jetë. Nuk ka mundësi tjera. Ose je 100% i Krishtit dhe ai është Zot, ose je i humbur në mëkate dhe shkelje, në dënim dhe gjykim. Bibla e paraqet Jezusin si Zot. Në librin e Kolosianëve, një libër pas Filipianëve, në kapitullin e parë, thuhet se ai është shëmbëltyra e Perëndisë së padukshëm. Pra, kur kërkon Perëndin, shëmbëltyra e Perëndisë së padukshëm është vetë personi i Zotit ton Jezu Krisht. Ai është i parlinduri, ai është i pari i gjithë krijimit. Në të u krijuan të gjitha gjërat, gjërat në qiell dhe në tokë, të dukshmet dhe të padukshmet. Kush i krijoi ato? Ai Jezusi. Qofshin frone, sovranitete, principata, pushtete, të gjitha gjërat u krijuan nëpërmjet tij dhe për të. Ai është përpara çdo gjëje dhe në të gjitha gjërat qëndrojnë së bashku. Le të shkojmë te vargu 18. Ai është koka e trupit, e kishës. Ai është fillimi, ai është i parlinduri nga të vdekurit, që në të gjitha gjërat të ketë përparësinë. Atëherë le të ndalemi tani dhe të mendojmë çfarë do të thotë përparësi. Përparësia do të thotë i pari, koka, ai që është mbi të gjithë, i larti, ai që është i pakrahasueshëm, ai që është absolut, ai që është i vetmi Zot, ai që është alfa, është omega, është fillimi, është fundi, është krijuesi. Ai është shëmbëltyra e Zotit padukshëm, është i larti, barini i deleve, është kryeprifti i rrëfimit ton. Ai është bariu i mirë, ai është ati, ai është fara e pakorruptueshme, ai është autori i çdo mirësie, i çdo dhurate të përsosur. Tek ai nuk ka ndryshime, tek ai nuk ka hije, tek ai nuk ka luhatje.
Pra mendo, po ta them këtë sepse jam dëshmitar i gjallë, aleluja, dëshmitar i gjallë i atij që është i plot fuqishmi, i atij që është Jezu Krishti. Kam pasur një aksident madh shumë vite më parë, gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak në Afrikë. Isha fjalë për fjalë si një perime e pariparueshme, me shumë fraktura, shumë trauma, reanimacion, shumë operacione, pothuajse më është dashur të më presi një këmbë. Unë isha shumë fetar, isha një njeri i fesë. Nuk e kisha atë siguri, atë bindje, sepse nuk e njihja atë. Kam jetuar 21 vjet në kishën romake dhe askush kur nuk më ka folur për Jezusin. Flisnin për Marin, flisnin për engjëjt, flisnin për papën e pagagueshëm, flisnin për purgatorin. Flisnin për imazhet, për idhujt, por askush nuk më tha, jo, kush është koka, kush është Zoti, kush është absoluti, kush është i pakrahasuesmi, është Zoti Jezu Krisht. Dhe ai nuk e ndan fronin, ai e zë fronin e lavdis. Pra, Jezusi nuk është pjesë e jetës, ai është Zoti i jetës. Në librin e zbulesës ka një deklarat nga Gjoni, kur në ditën e Zotit, një engjëll foli me të dhe i zbuloi se Jezusi ishte mbreti i mbretërve, ishte Zoti i zotërve. Pra, nuk ka konkurrencë. Nuk ka garë, ekziston vetëm një qeverisje përjetshme. Prandaj, Bibla thot se çdo gjuhë do të rrëfej, do të dorëzohet, duke shpallur që Jezusi është Zoti. Le të kthehemi te Filipianët. Çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zoti. Pra, që në emrin, thot fjala e Zotit, vargu 10, në emrin e Jezusit. Përkulet çdo gjuhë në qiell, në tokë dhe nën tokë. Pra, asnjë njeri në botë nuk mund ta imagjinojë dot për masën e vërtetë të kësaj madhështie, të kësaj lartësie hyjnore dhe të këtij shkëlqimi të jashtëzakonshëm. Nga mëshira, nga dhemshuria, nga sovraniteti i Perëndis, Bibla e bën të qartë që në qiell, në tokë dhe nën tokë, çdo emër duhet të përkulet, duhet të gjynjëzohet para pranisë së Jezusit. Çdo gjuhë përkulet, çdo gjuhë rrëfen, çdo gjuhë. Pra, kjo nuk është një sugjerim, kjo është një dekret i përjetshëm. Unë e kam të përvojë. Unë e kam parë, jam pastor prej 47 vitesh, 51 vjet, pothuajse jetë e tërë si krishter. Unë e kam parë, jam dëshmitar, po e them sërish, i madhështisë, i Perëndis që flet, Perëndis që zbulohet, Perëndis që u bë njeri, Perëndis që vdiq në kryqin e Kalvarit, pagoi çminin e drejtësisë, pagoi borxhin, ai ishte pajtuesi. Drejtësia e Perëndis u kënaq me qengjin pashkal. Me Jezus Krishtin, me sakrificën e tij, ai jetoi, ai vdiq, ai u ringjall, ai është në fron. Pra, i gjithë universi po ecën drejt një momenti shumë të veçantë. Dhe ky është momenti që Perëndia ka përgatitur në këtë ditë të një pastori, të një predikuesi nga Rio de Janeiro, Brazil, për të qenë zëri i Perëndis dhe për t'i thënë botës, pranoni se Jezu Krishti është i vetmi Perëndi dhe Zot. Dhe dua t'ju këshilloj dhe t'ju them, pajtohuni me Perëndin. Përkulu para atij emri, rrëfeje me gojën tënde, ai do të ndryshoj jetën tënde, ai do të ndryshoj ndërgjegjen tënde, karakterin tënd, qëndrimin tënd në jetë, do të kesh një ndjenjë qëllimi në jetë, do të kesh një arsye për të qenë gjallë. Pranoje. Thuaj, Jezus ti e Zoti im. Uje, ndoshta ndodhesh në një vend ku është ndaluar të flasësh për Biblën. Po, fjala ju ka arrit, po ju arrin, sepse ai është Zoti i madh. Dhe kur ai ndërhyn, askush nuk mund ta ndanojë. Nëse Zoti vepron, kush do ta ndalojë atë? Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Pra, çdo ditë të jetës sime e shoh Zotin në veprim. Ndonjëherë kaloj pranë probleme të mëdha, vështirësi shumë të mëdha, betejë jashtë, frikë brenda, por është para Zotit që unë vendosem ndonjëherë me fytyrën në tokë, çdo ditë e bëj këtë, dhe atu i them, Zot, mjaftueshmëria ime vjen prej Teje.
ti mbyll gojën e luanit, ti i eliminon armiqt, armët e farketuara nuk kanë sukses, fortesat, mashtrimet dhe krenarit hidhen për dhe, njeriu i keq, mashtruesi, gënjeshtari, gjakpirësi, fshihen, hidhen për dhe. Parapranisa atij që është Zoti i zotrëve, është mbreti i mbretërve, atij Perëndie që po flet, fryma e shenjtë po flet, fryma po liron tani falje për jetën tënde. Ai po liron tani diçka shumë të madhe që ti po fillon ta jetosh. Ka një zjarr që digjet në kockat e tua. Është prania e frymës së shenjtë. Është Zoti Jezu Krisht, është mbreti, është i vetmi, është sovrani. Faleminderit. Ai ishte ai që vendosi, ai ishte ai që të zgjodhi, ai ishte ai që u sigurua që ky program të arrinte tek ty. Pra, disa rrëfejnë me anë të besimit, të tjerë rrëfejnë me anë të provave, të tjerë rrëfejnë me anë të dhimbjes. Por Bibla thotë se të gjithë do të rrëfejnë. Pra, pyetja nuk është nëse Krishti do të njihet, por nëse ju po e njihni atë. Nëse kjo fjalë, ky pakt, kjo aleancë, premtimesh më të mira dhe superiore, po vjen nga buzët e mia, nga goja ime, po arrin zemrën tënde, dhe a e di pse po më dëgjon? Sepse jeni bele. Jezusi tha, delet e mia do ta dëgjojnë zërin tim. Pavarësisht fesë suaj, pavarësisht se ku ndodheni, ajo që ka rëndësi është ajo që krijoi Zoti, strategjia e Zotit, sovraniteti i Zotit, për ata që do ta njohin atë Zot. Dhe kush e njeh atë si Zot dhe shpëtimtar, kush e rrëfen atë, gjen jetën. Kush i reziston, gjen gjykimin. Kush besoi, do të shpëtohet. Kush nuk besoi, do të demohet. Pra, ai ka pushtetin që i ndryshon të gjitha. Jezusi nuk është thjesht Zoti që është në qiell. Nuk është. Ai është Zot edhe në jetën praktike. Pushteti i tij na ka arritur. Ka arrit mendjen, ka arrit zemën, vendimet, hapat e ardhmja, zotrimi i Krishtit. Kjo nuk është teorike, kjo është transformuese. Atje ku ka besim, ka jetë, ka integritet, ka rritje. Kjo ndodh vetëm kur ka qeverisjen e Jezusit në jetën tonë. Sepse Krishti, atje ku ai mbretëron, ka të vërtetë, ka rregull, ka rikthim. Ai është Zoti i gjithçkaje. Krishti është Zot, është Kyrios, është Zoti i besimit, është Zoti i gjithçkaje, i të gjithëve ne. Ai është i vetmi Zot, mos i rezisto kësaj kohe. Krishti është Zoti, ai do të jetë Zoti i vendimeve tua, i hapave të tu të besimit. Vetëm ai është Zot dhe vetëm ai është Zot në mënyrë të veçantë. Do ta kuptosh atë në ato momente të vështira kur ke thënë, dhe tani çfarë do të bëj? Cili është drejtimi që do të jap jetës sime? Si do të shkojjon? Ku do të arrijë? Pra, sepse ai është Zot, nuk po mbaj këtu një fjalim, po bëj diçka me urdhër të Zotit, që ti ta rrëfesh atë, ta pranosh atë dhe të thuash, Jezus, më në fund gjeta rrugën, të vërtetën dhe jetën, dhe gjuha ime po të rrëfen se ti je Zoti. Puna është e përfunduar. Zoti e deshi, ai e vendosi, që para themelimit të botës. Sepse ti e i zgjedhur i Perëndis, një gur i gjallë i paracaktuar në dashuri. Dhe sot ishte dita e madhe e dorëzimit të tij ndaj Krishtit, Zotit të zotrëve, mbretit të mbretërve. Thuaj me mua, amin, amin dhe amin. Faj Zotit. Ndjej se fryra e shenjtë u foli fuqishëm të gjitha zemrave. Dhe gjatë këtij mesazhi, njerëz janë shëruar, njerëz janë shliruar, njerëz kanë gjetur ankorën e shpirtit të tyre. Njerëzit tani fillojnë të ndihen kudo që janë, në cilindo prej 137 vendeve që arrin tani në 34 gjuhë, ka njerëz që thonë, jam i lirë, jam shëruar, jam plotësisht i çliruar nga mendja ime prej shtypjes. Të ma gjithë, je i lirë nga i vujtaria. Tani kengi zotoria dhe Bibla e fot këto. Të drejtët do të jetojnë me anë të besimit. Tani, nëse jeni këtu në Rio de Janeiro, Brazil, dua t'ju ftoj të vini në Kish. Krishti jeton. Çdo diel, 9 e mëngjesit, 5 e pasdites, Rua Marica 320 në lagjen Campinas, zona perëndimore e Rio de Janeiros. Ne ndodhemi me zonës veriore dhe jug perëndimit.
zona perëndimore e Rio de Janeiros, këtu ka një katedrale të madhe, Rua Marica 320, këtu ka një katedrale të madhe, këtu ka një projekt madh të Zotit, këtu jetohet besimi, këtu jetohet doktrina e shëndosh, këtu jetohet mesazhi i Ungjillit për kishën jo hebrenj që u shpall nga pali. Eja të na njohësh, sot do të bësh hapin më të rëndësishëm të jetës tënde, sepse shiko, dikush ka thënë një ditë dhe unë do ta përsëris, është një fjalë e vështirë, por do ta përsëris, tha. Dikush, një mendimtar, tha, fatkeqësia më e madhe që mund të ketë një njeri është të kalojë në këtë tokë pa Zotin. Vetë përfundosh pa Zotin do të thotë përfundosh në ferr, ndërsa me Zotin jeta e përjetshme, lavdia e përjetshme. Ne kemi 2 numra telefoni për kontakt. Nëse keni telefonin tuaj celular, ju lutemi telefononi në 21 99 127 41 54, ne do t'ju përgjigjemi. Ne kemi një numër fiks, 3017 90 90 041. Rio de Janeiro, Brazil, plus 55. Na kontaktoni. Ne jemi këtu për të qenë pjesë e kësaj pune, për të qenë shok, për të qenë një familje, familja e Zotit në këtë tokë. U zgjeroft aq shumë kufit e saj. Let thotë gjithë bota, Jezusi është Zot. Le ta përfundojmë programin. Dua ta falenderoj Zotin që më dalloi, që më zgjodhi mua. Unë jam më i vogli apostujve, nuk jam i denjtë quhem apostull, por jam këtu me një mision të dhënë nga Zoti. Pra e falenderoj Perëndin, Zotin tim, shpëtimtarin tim, për gati 51 vjet. Jam i njohës ndaj njerëzve të kishës, Krishti jeton. Ata që e ndajnë këtë apostozhen, jam mirënjohës ndaj ekipit tim televiziv të rinj, të përkushtuar, të dashur, që japin jetën e tyre për mbretërinë. Jam mirënjohës ndaj familjes së Rodrigo Ambrozi dhe Fabiane Ambrozi, bin besim, të cilët janë pronarët e supermarketeve Turbo 1000, Villa Emil, Meskita, dhe janë të dashuruar pas Zotit, japin jetën e tyre për mbretërinë dhe japin mbështetjen e tyre që fjala të përhapet në përbot. Zoti ju bekoft, ju duam shumë. Miku tim të dashur Renato Villarinho dhe Claudia Richer, familje së Trure dhe familje Zinzane. Zinzane gjithmonë them, Zinzane është të vishësh bukur. Ata janë pjesë, janë sponsor të këtij programi, i cili ka arritur në të 4 anët. Është e paimagjinueshme se ku kemi arritur tashmë. Në ishujt Fiji, në thellësitë Afrikës, në Oqeanin Indian, në Oqeanin Atlantik, në të 4 kontinentet. I dashuri im, po ndodhin gjëra të jashtëzakonshme dhe i falenderoj Zotit për njerëzit e kishës dhe për këto familje që janë pranë meje, krah për krah, për të përhapur fjalën e Zotit. Faleminderit Renato, faleminderit Claudio, faleminderit Zinzane e son. Po e përfundojmë programin ton, por ky program ka mbill një farë në zemrën tuaj. Për ty, pronar biznesi, për ty, profesor i pavarur, ekzekutiv, anvis, pensionist, i dal në pension, i ri, i moshuar, ky program do të vazhdoj t'jehon, sepse fjala që mbolla në zemrën tënde, zemra jote është tokë pjellore, tashmë po mbin, tashmë po jep fryte, 30, 60, 100 fish. Zemra ime thot se kjo është e vërtet, shpirti im dëshmon se Jezusi është Zoti. Fjala e mbjell, fjala mbin, fjala jep fryte. Pra programi përfundon, por fjala do të vazhdoj të jehon dhe të përhapet, sepse ajo nuk është e lidhur me pranga. Hir dhe paqe, dashuria ime, përshëndetja ime, përqafimi im për botën, në emër të Jezusit. Hir dhe paqe.